100 ditë që në parë ne kemi dalë me disa premtime, është target që të eliminojmë gjitha deponit në komunën e Sarajt, apo për 100 ditë zero deponi. Në 100 ditë që në parë ne do të projektojmë. Në 4 vjetë që në ardhshëm brenda atyre 100 normal, ditëve do të realizoj. Po 100 ditë që në parë unë dua të bashkë me ekipën të vendojmë linjat e trasha se si do të zhvillojmë kohën. Duke i definuar rolet saktësisht për sektorët brenda komunës që gjendet. Unë jam shumë i tharë i transparencës edhe digitalizimit, pasi që besoj që nëpërmjet implementimit të digitalizimit rritet transparenca. Për këtë arsye, ne jo në 100 ditë që në parë, po tash në fushat do ta prezantojmë aplikacionin Komuna ime, bashkë me kolegë programer, pasi që programimin e kam pas hobi edhe e kam. Gati se 2 muaj po punojmë në realizimin e një platforme, aplikacioni, që quhet Komuna ime, ku qytetarët 24/7 të komunës Sarajt mund të raportojnë për shqetësime, ndonjë rrezik, propozime prej vendit ngjarjes, duke i dërguar gjitha dhënat dhe do të formojmë një ekip prej 2-3 personash që do t'i përpunojnë kërkesat. Dhe pastaj do t'ju japin kakje për sektoret ndryshme.